Kryetari i Komunës së Prizrenit pas konstatimit të parregullsisë të evidentuar nga procesi i rinumërimit të votave në Prizren, shprehet se si kryetari i Degës së PDK-s do të kërkojë përgjegjësi dhe llogaridhënie të plotë. Ai ka shkruar se jam jashtëzakonisht i zhgënjur me parregullsitë evidentuara nga procesi i rinumërimit të votave në Prizren. Çdo tentim për tjetërsim të votës është cënimi drejt për drejt i vullnetit të lirë të qytetarëve, i demokracisë zgjatorë dhe i vetë demokracisë brendshme partijake. Si kryetari i Degës së PDK-s në Prizren do të kërkojë përgjegjësi dhe llogaridhënie të plotë, sepse çdo shkelje është përgjegjësi individuale dhe duhet të trajtuar në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi. Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar dhe investuar me vite, dhe këto veprime nuk e përfaqësojnë frymën dhe vlerat tona. Siguroi qytetarët se Partia Demokratike e Kosovës e di dhe do të mbrojë vullnetin e votuesit dhe demokracisë në Kosovë, duke vepruar si gjithmonë me vendosshmëri dhe përgjegjësi për të mirën e vendit dhe të ardhmës së saj. Parregullsitë e shfaqura tek të gjitha partitë, diku më shumë e diku më pak, kërkojnë edhe një rivlerësim të tërësishëm nga KQZ-ja dhe institucionet përkatëse të procesit të numërimit dhe menaxhimit të kujdesshëm që të ruhet deri në fund mbarvajtja dhe paprekshmëria e zgjedhjeve.